Dizeli 1,49, benzini 1,30. A na përgjigjesh një pyetje, a kishe pritu me vol? Kallëzona për çmimin e naftës, soja qite? 20 euro. 20 euro, a? Thuj si u shtrejtu, si su shtrejtu, 20 ja që asgjë. Qara, Allah, pa e qitë murë. A është, pse e ke zgjill Delta Group, a i qetë veç këto? Delta Group i qetë gjithë. Po, pse? Se ka pëlqy nafti, ka pëlqy dhe kjere. E ko naftin më të mirë, a? Ma të mirë e ko, shumë ma të mirë e ko. Pej Prishtinës vinë marë të naftin. Okej, faleminderit shumë zotni, kalofsh sa ma mirë. Ajo më në stash atë? A, kë e pas ka njerë, më falë. Ku je shkëlqim? Qysh je? Qysh më kalon? A je mirë? Si ti? Për ndryshe, shkëlqim Jusaj është pronari i rrjetit të pompave të naftës dhe benzinës normalisht në krejt Kosovën. Shkëlqim, e posh çmimi 1,49, shqyqër prita që po traumatizona, se pej momentit moment veç po pres kur po qohëm një mëngjes, edhe po, tamam. Sa është rrezik me u rrit çmime me qito kushte, do me thonë geopolitike, të luftave, gjonave në përbot, sa ka rrezik me hyp ose me ra, ose me ra problem? Realisht na përmundohemi që me përcjell ritmin e çmimit, jo dramatik konform asaj që sa po ngritet ose sa është trendi i ngritjes së çmimit. Ngritja e çmimit është si rezultati i luftës në linjën e mesme. Do të thotë ngushtica e xhirit të Hormuzit ka shkaktuar pasoja trauma që po pamundsohet një pjesë e prodhimit dhe një pjesë e transportit, kryesisht që kap një përqindje rreth 20% e importit ose transportit të derivateve, si të naftës ose të benzinës për gjithë botën. Edhe kjo ka shkaktuar një traumë dhe ka shkaktuar një panik të momentit, sikur çdo luftë që ndron sot nesër që nuk mund të parashikosh sa mund të më shku ngritja ose zbritja e çmimit. Për momentin aktual është stabil po do këtë çmimi, 1,49. Po për momentin nuk mundem me përcaktu sa mundet me zgat kjo. A mundi me parashiku jo kur mundet me u ngrit çmimi, paka shumë çfarë periudhe kohore prej momentit që janë nisë me ndryshu në për vende tjera, i duhet kohë derisa të mrinë edhe këto, thjesht qohemi një mëngjes edhe ndryshon çmimi. Realisht na rafinerit prodhimit nuk kemi. Sigurisht që importi dhe furnizimi për Kosovë bëhet prej vendeve rajonale, do të bëhet prej Greqisë, Maqedonisë edhe Shqipënisë. Kjo më shumë çmimi dirigohet prej rafinerive, të cilat e bojnë shitjen apo na që e bojnë blemin prej tyne. Edhe na nuk që mundemi përcaktu shumë çmimin, varësisht prej asaj që e paguajmë berëz. Do të thotë raporti dje dhe sot veç ka ngritje 10-15%, domethënë të ka ngritje. Po, ka ngritje. Edhe nëse ka me vazhdu që ky trend më parashët që deri në fund të javës ndoshta mund të më shku deri në 1,70 ose 1,80. Jo, nofta. Perfekt për mu. Unë e pe mushi që tashti, domethënë me çmim, hajde, e mushim bashk. Shkëlqim. Ajo më të e mor Eurodiesel, cili jo më i mirë? Eurodiesel. Hajde, Eurodiesel, aja, qesëm Eurodiesel 1,49. Ai që e intervistova ai tipi aty më tha pej Prishtinës vi me mushtë e Delta Group, tha pse, tha pjakona kerrit, pi pëlqen. Edhe një men gjurë me vren, qysh është çfarë kualiteti i naftës është? Na jemi importues prej rafinerive greke, do të thotë furnizimin derivateve bëjmë gjithsasinë tonë, bëjmë prej gjetoilit në Greqi. Çka do me thonë kjo? A është ma kualitative nafta? Edhe menojmë edhe është të dëshmuar se është më e mbrojtur. Që është më e mbikëqyrur. Është më e mbikëqyrur patjetër, edhe pse çdo derivat që hin në Kosovë i ka lënë laboratorin, e bën analizat përmes trupave inspektuese edhe përmes institucione që bojnë testimin a i plotson kushtet apo nuk plotson kushtin për shitjen treg. Apo neve na ka reflektuar me numrin e madh klientave ku aktualisht i kemi 25 pika shitse. Edhe 25 pika i keni, okej. Edhe kemi aktiv rreth 288.000 klient, që domethënë 288.000. Çka është apo kallzon diçka diferenca e kualitetit në Delta Group, furnizimit në Delta Group është që për çdo furnizim të paktën 150-200 km në rezervuar mundesh me shfrytzu kilometra më shumë. Jo, se në pompa tjera kur e musha? Patjetër. Do me thonë 200 km, nëse vinin Delta Group njerëz edhe mbush një pull, 200 km i keni më shumë në raport me në pompa tjera ku e mushni, na kena me testu që tashti se e dijo nësoj argjej, kena me të mojtë për gjecë. Mos u prek nëse dalë tani dhamë qëre së mdull vjallë shkëlqime. Ja, patjetër. Shkëlqim, apo më kallëzën te
tashti qysh është kualiteti i naftës në raport me naftën që e marrim na në për pika tjera, në për pompa tjera të konkurrent, domethënë. Zakonisht kompanitë fuqizohen edhe ngritin brandin edhe Tunis për traditës që e kanë. Okay. Na si kompani jemi biznes familjar, cilën ne kemi tradit prej viteve 89. Prej 89-s mirëni me... Do të thotë prej vitit kur kom lindun. Okej. Domethënë çat din kam vit. Kemi punu brez mas brezi, domethënë për momentin Delta Grupin e menaxhojmë unë edhe Veseli, unë edhe babi, e menaxhojmë edhe kemi dikon rreth 250 punëtor. 250 punëtor, 25 pika aktive. Kemi stres me qit 250 rroga çdo muaj. Pe bëjmë vullnet se jemi mundu që mi ofru kushtet sa më të mira për punëtor. Jemi në të parë cilët kemi avancu gjithmonë me kushtet më të mira për punëtor, po ashtu edhe me pagat jemi në kompani që i paguajmë punëtorët më shumë. Ai kanë kushtet e mira, a kanë sigurime gjona? Do më thonë paguhet paga minimale është më e mirë se gjitha paga tjera në Kosovë. Apo? Trusi pensional, tatimin pagë. Eksaksa i paguajmë edhe do të thotë edhe sigurim shëndeti privat, që për arsye që për momentin mungon në Kosovë si një ligj i justifikuar. Na e bëjmë në mënyrë private, domethënë që paguën kompania për secilin punëtor. Edhe po mendoj që kjo edhe na ka shpërblyj që secili punëtor me dhënë kontributin e vet, secili punëtor mundi sikur në shtëpinë e vet. Do të thotë në një aspekt tjetër, kemi mundur që me kriju klimën se Delta Group më konë si një familje e gjithë punëtorëve, po ashtu edhe jona. Edhe në këtë kohë gjithmonë na jemi të barabartë dhe mundohemi trajtu gjithë punëtorët barabartë me neve. Po ashtu jemi edhe kontraktur mi 20.000 kontrata, cilat do më thoni menaxhojmë dhe punojmë i furnizojmë qoftë private, qoftë institucionet shtetit. Edhe të cej ka ma jetë numër në klientave, do të thotë për momentin jemi të kënaqur, edhe po mendoj që me mujtë sa ma shumë konë me përcjell 31 hapën në një. Shkëlqen, falenderoj shumë, na po ecim në teren që tashti.